Ish-ministri i Mbrojtjes është paraqitur ditën e sotme në prokurorinë e posaçme dhe ka refuzuar të prononcohet për mediat, ndërkohë Mediu shihet i shoqëruar nga avokati i tij. Mediu është paraqitur në SPAK për dosjen Gërdeci. Prokuroria e posaçme antikorrupsion ka depozituar në GKK provat për gjyqin në ngarkim të Mediut. Në këto prova, pjesë është edhe faksi i nisur nga zyra e ish-ministrit Bumçi në drejtim të Ministrisë së Mbrojtjes për hapjen e fabrikës së demontimit të armëve në Gërdec, shkresë e cila ka shënim emrin e Shkëlzen Berishës. Për Shkëlzenin, djali i kryeministrit të kohës, Sali Berisha, SPAK gjithashtu ka kërkuar që në pyetje të merret edhe Anjola Agolli, ish sekretare e ministrit të drejtësisë, Aldo Bumçi. Agolli, në dëshminë e deklaratat e dhëna më përpara, ka treguar për dokumentin që lejon hapjen e fabrikës, ku i mbishkruar është emri i Shkëlzen Berishës. Mediu akuzohet për shpërdorim detyre pasi sipas SPAK janë shkelur procedurat e ngritjes së fabrikës së demontimit në Gërdec, pranë një zone të banuar, si dhe ato të municioneve. Vetë Mediu i ka kundërshtuar akuzat e ngritura dhe gjetjet e ekspertëve. Gjyqi për të fion që prej prillit 2023, rihapja e çështjes ndaj Mediut u vu në lëvizje pas 12 vitesh me iniciativën e familjes Durda, një prej viktimave të shpërthimit në 15 mars 2008 në ambientet e ish-brigadës së tankeve, ku humbën jetën 26 persona dhe qindra të tjerë u plagosën.